dhe mandej SPAK-u ka për detyrë që të depozitoj provat e nevojshme në mënyrë që gjykata kundër korrupsionit, GKK-ja, të marri vendimet e dura. Pra, ajo që është pritshmëria e qytetarëve shqiptar, nuk është vetëm çfarë bën SPAK-u, pra zhurma mediatike që ne dëgjojmë, por është cilat janë vendimet përfundimtare të marra nga GKK-ja, të cilat kanë dy element. Elementi i dënimit penal, të cilët natyrisht është i rëndësishëm jo vetëm për pjesën statistikore dhe për pjesën e Bashkimit Evropian, por është i rëndësishëm për të bërë shembull për tjerët, dhe e dyta, dhe më e rëndësishmja mendoj unë, është konfiskimi i parave të ardhura nga krimi organizuar dhe korrupsioni, sepse janë para, sidomos kjo e dyta, që rezulton nga në kapjen e shtetit të qytetarëve shqiptar, aq më tepër që ne sot kremtojmë ndërkombëtarisht prej vitit 2003 ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit. Nëse flasim ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, kemi të bëjmë me një nga shtetet më të korruptuara në Europë, i cili është kandidat për të qenë vend antar i Bashkimit Evropian deri në 2030, siç na është premtuar, dhe pa luftë sistemike strukturore kundër korrupsionit, e vërtetuar me vendime përfundimtare të gjykatës dhe me sekuestrim, konfiskim të pasurive të zyrtarëve të korruptuar, nuk mund të ketë integrim evropian.